Mirë se erdhët, jemi në rubrikën tonë, Bima dhe Shëndeti me doktor Yllimer. Mirë se erdhët, doktor, kënaqësi që ju kemi këtu. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Në një tryezë me bimë natyrale dhe në një hapësirë, një moment që do të dedikojmë shëndetit vaginal, që është një pjesë thelbësore e mirëqenies së përgjithshme të çdo gruaje. Padyshim që balanca e brendshme e florës vaginale, një cikël menstrual i rregullt, edhe një shëndet i përgjithshëm i mirë ndikon më së miri në shëndetin psikoemocional, fizik të çdo gruaje. Po edhe patologjik. Edhe patologjik, padyshim, me kalimin e viteve fillojnë dhe shfaqen probleme të ndryshme shëndetësore, ndaj nuk është tabu të flitet për këtë temë kaq të rëndësishme për jetën dhe mirëqenien e çdo gruaje. Se çfarë na ofron në natyra me bimot, me vajrat, me çajrat për mirëmbajtjen e shëndetit tonë të përgjithshëm dhe të shëndetit vaginal, padyshim është kjo hapësirë që i dedikohet tërësisht shëndetit. Po më shikojnë që më është ngjirur zëri, ja të marr pak propolis, se nuk mungon asnjë tryezë bimore. Tani, sa e rëndësishme është që të kuptojmë rrënjësisht që po, kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin e çdo gruaje, të kujdesemi çdo ditë, të dëgjojmë trupin, të dëgjojmë simptomat, edhe të marrim mesazhe prej çdo simptome të caktuar. Kjo me të vërtetë është shumë e rëndësishme, pasi ndoshta nga padia, femrat mund të arrijnë nga një sëmundje që shërohet shumë lehtë, nga një patologji që shërohet shumë lehtë me një trajtim bimor, me një bimë që ne kemi theksuar shumë herë që është mikesha e femrave, bima e sherebelës, ajo mundet që të degradoj në një sëmundje për keq, dhe mundet që të vërë në pikpyetje dhe ekzistencën e një njeriu, sepse mund të na krijojnë myqet, këto myqet mundet që të na ushqejnë diçka tjetër, por mund të na zhvillojnë dhe viruse të ndryshme, të cilat merren për shembull nga kontaktet, kryesisht kjo është nga kontaktet me prekje, këto sëmundjet virale të organeve gjenitale, dhe po nuk ditë ti kapësh në kohë që ta luftosh këtë, është njësoj si puna e gripit. Po nuk e kape, që ta kapësh që në fazën e parë. Të simptomat e para. Po, atëhere, ato, si thua, ashpërsimet, do të jenë shumë më të mëdhaja. Ato konvulsionet që jep në trupin e njeriut, temperaturat, këputjet, ethet, e me radhë, po kështu do të ndodhi edhe tek organi gjenital. Pra, duke përparuar për shembull një infekcion, qoftë mykotik, qoftë edhe viral, mund që të bëhet shkas në përparimin ose të degradoj në një sëmundje tjetër kancerogjene, e cila kuptohet që e vështirëson shumë jetën e femrës, ekzistencën e saj. Qartë, po në rastet kur këto infeksione ose këto problematika nuk shfaqin simptoma të caktuara, pra duhet jemi të vëmendshëm ndaj simptomave, apo kontrollet duhet jenë periodike për të kuptuar realisht që tek ne ka një problem? Jo, kur kemi kështu viroza, kemi kollën. Edhe aty poshtë, kur ka viroza, ka shenja, kjo është e pa diskutuar. Për shembull, nëse dominon aty poshtë tek vulva, kemi në një balancë të bakterieve të mira, të probiotikëve, me atë kërpudhën e mykut. Dhe kur këto janë në balancë, si thuash, rriten në mënyrë tatil, paralele, si thuash, ushqehen me njëra tjetrën. Pra, këto lactobacillus azjesojnë Candida albicans, po dhe kjo nga njëherë na merr këtë lactobacillusin dhe e përdor për ushqim për veten e saj. Plus aty është temperatura e ngrohtë, pra femra është tamam si një inkubator aty që e ndihmon, e stimulon zhvillimin e mykut të bardhë. Po është ky lactobacillus që e sulmon gjithmonë dhe ajo qëndron e të kurrur. Kur lactobacillus ul aktivitetin e tij dobësohet, atëherë myku përparon dhe shton atë agresivitetin e tij. Po e njëjta gjë ndodh edhe me viruset. Pra, nga prekja, nga një mashkull i infektuar, kjo mund të infektohet shumë lehtë. Por mund të themi që ky infeksioni viral nuk është tamam si gripi që e shfaq atë simptomën, le të themi, brenda 4-5 ditëve, ndërsa kësaj mund t'i duhen muaj
për të dhënë ato simptomat, sepse edhe vetë rezistenca e lartë e organizmit i frenon këto viruse që këto të rriten dhe të japin pasaj ato papilomat për shembull, që mund të jenë të dukshme me sy, por le të vemi edhe te kjo shfaqja tjetër, për shembull, nuk është e thënë që femrat vetë bëj kontrole për shembull një herë në muaj ose një herë në 2 muaj, se kjo do të ishte shumë e sikletshme për të, por kur kjo ka për shembull një herë të keqe nga poshtë, kur ka ndonjë kruarje, kur ka ndonjë cikël jashtëradhe, për shembull, që shikon 1 muaj, 2, 3, kjo po shfaq një cikël jashtë normës së saj mujore, atëhere mundet që të shikojmë në pjesën e sipërme të lëkurës, edhe sikur po ngrihen kështu copa mishi të vogla, tamam si manafera të papjekura, kështu të kuqurrente ose të kafe në të errët ose si në të zezë, atëhere kjo duhet që të vej tek mjeku, pa diskutim. Nuk është më ajo që shikon natyra nuk po i ofron diçka për ta mbrojtur, por ajo duhet të di me çfarë problematike po ndeshet. Atëhere, kur kjo ka këto simptoma, detyrimisht tek mjeku duhet i nënshtrohet një testi. Ekzaminimi. Për shembull, në qoftë se ka kruarje, atëherë ne e kanalizojmë, kjo mund të bëjë një sekrecion vaginal dhe na del për shembull ose myk ose bakterie. Këtu ajo të orienton nga duhet ikësh. Nëse kemi të bëjmë për shembull me mykun, mendojmë që problemi është shumë i thjeshtë. Atëherë, mundet që të përdorim për shembull nga një shplarje me bimët që e luftojnë mykun e bardhë. Për shembull, ne në vendin tonë kemi rigoni që është i mrekullueshëm me një përqindje shumë të lartë të vajit esencial, nga 3.5% deri në 4.5%. Pra, këto të zonave të ulta e kështu me radhë. Një shpëlarje me një çaj rigoni. Në rastin e infeksioneve mykotike. Mykotike. Kjo do të na qetësoj krojtjen, dhe fillon që të më ushqej shumë mirë ato probiotikët, lactobacillus. Nëse e duam për shembull, po patjetër, po. Nëse ne duam që kemi një zgjidhje brenda 24 orëve, pas 2 shplarjeve që mund të bëjmë me këtë çajin e mykut, mundet që të hedhim në pëllëmbën e dorës 10-15 pika propolis, 10-15 pika ujë, dhe me këtë përzierje bëjmë një shplarje në hyrje aty të vaginës. Pas kësaj, femra do të jetë shumë e qetë, por vetëm ky trajtim duhet që të bëhet afërsisht 7 deri në 10 ditë. Në qoftë se kanë çajin kandimer, atëherë mund të marrim 2-3 gota në ditë nga kjo, mund të pihen 1-2 gota nga 150 ml, dhe me 200 ml nga ky çaj mund të bëjmë një shplarje të saj. Në këtë mënyrë ne frenojmë, si thuash, fluturimin që mund të bëjnë këto sporet e mykut, që të ngjiten në qafën e mitrës dhe pse jo të futen edhe në brendësi të saj. Atëherë, duke qenë që neve marrim masa për vrasjen e tyre, për shkatrimin e këtyre kërpudhave, sigurisht që ato nuk prodhojnë më spore dhe ky infeksion mykotik eliminohet. Vjen duke u eliminuar dhe njëkohësisht riaktivizohet përsëri myku? Mundet që të riaktivizohet përsëri, por mund ta mbajmë shumë lehtë për shembull, ose me atë vajin e kokosit, që mund të lyhemi nga një herë me të, sidomos po të kemi sinjale të krojtjes, ose po të kemi kruarje për shembull më të thelluara, përdorim propolisin, dhe ndoshta edhe kremin antimykotik. E kuptova. Dhe situatën, si thuash, e kemi gjithmonë të mbrojtur. Femrat në këto raste është mirë të përdorin nga pak boronicë të kuqe, dikush i thot brusnicë për shembull, ose cranberry, atëherë ç'të mira bën kjo. Edhe sikur të kemi të bëjë me një infeksion viral, edhe sikur të kemi të bëjë me një infeksion mykotik, frenon, si thuash, ngjitjen në brendësi për në qafën e mitrës, ose të viruseve, ose të këtyre sporeve. Atëherë, për shumë pak gjë, neve realizojmë një mbrojtje shumë të mirë të femrës. Në lidhje pastaj me kujdesin, veshjet, sepse infeksionet të kërpudhore përveç se janë dhe ngjitse ndërkohë që mund ta ndajmë? Patjetër që janë ngjitse, që të dyja, edhe myku,
edhe këto sëmundjet virale janë ngjitse. E kuptova, por në rastin kur gruaja do të trajtohet me medikamentet natyrale për infeksionin korpullor, në të njëjtën kohë duhet të trajtohet edhe bashkëshorti? Është shumë mirë që të trajtojnë të dy. Sepse këto spore mund të flejnë në organin mashkullor dhe ky e rinfekton atë. Pra, një shplarje, një pastrim me çaj, dhe mund të themi që tek 150 ml çaj mund të shtohet një lugë kafe sot buke. Ajo na mban edhe pH-in shumë mirë aty, por nuk është ndonjë gjë e keqe që mund të bëhet kjo shplarja 1 ose 2 herë në ditë. Në rastin e infeksioneve mikotike, janë disa ushqime që ne duhet t'i heqim nga lista jonë. Për shembull, ushqimit që përpudhat ushqen me sheqer, ndaj edhe duhet t'i eliminojmë. Duhet të eliminohet edhe pija alkolike dhe duhani. Shumë femra, për shembull, e pinë cigaren për të mos të më shumë se burrat, po janë baraz me ta, me ata që e pinë shumë fort mirë duhanin, po nuk e din që një ditë unë kam bindjen që këto kapriços të moshës do të paguhen, pa diskutim. Ajo do të psojë ndonjë sëmundje të tillë, po kryesisht në organet riprodhuese të saj. Po? Ka plot femra që ne na vinë te klinika dhe ne i pyesim, e pi cigaren po? E pi thot, më është bërë ves, më është bërë kështu mirë, po ja si po nxjerrin kokë për shembull krye këto sëmundje, të cilat duan një kohë të gjatë, duan i futen detit në këmbë, po ta themi kështu, për një kapriço të moshës, ajo mundet të përfundojë në një me të vërtet në një ndërhyrje kirurgjikale. E drejt. Një cigare, thueshe, shkarkon nga trupi, nuk jam e saktë se sa miligram vitamin C, pra që rrëzon dhe imunitetin në të njëjtën kohë. Po, uli imunitetin sepse ajo nikotina e trash gjakun. Dhe enët e gjakut në atë pjesë aty janë shumë të brishta, janë të holla, pak më të zgjeruara se në kapilarët e retinës së syrit. E kur gjaku trashet, ajo organi aty nuk ushqet aq mirë, po kështu edhe ajo flora e mirë bakteriale toksifikohet, mund të themi, nga kjo nikotinë e duhanit, ulet në numër nga mos ushqyerja e mirë e organit dhe sëmundjet e këqija pastaj lulëzojnë. Qartë. Pra, për të përfunduar me infeksionin mikotik me kërpudhat, kryesisht Candida albicans, që është më e përhapura ndër kërpudhat në shëndetin tonë vaginal. Ai myku i bardhë. Po. Që vërehet edhe në sekrecionet e jashtme, por dhe shqetësimet që i jepen çdo vajze apo gruaje. Po, sidomos po ta lëm, ajo depërton në brendësi, dhe aty pastaj prish, si thua, gjithë ato mukozën e brendshme, dhe ajo mukozë fillon që të shkaktojë atë rrjedhjen me erë të keqe. E kuptova. Kalojmë tani tek një tjetër problematik që janë infeksionet. Infeksionet virale, që vjen nga një virus, për ta trajtuar me anë të bimëve. Po. Janë më të shpeshta, ndodhin dhe te vajzat më të reja. Po, kjo mund të themi që me të vërtet është e frikshme, pasi një mashkull i infektuar, nëpërmjet kontaktit me prekje tek një femër e infektuar, mundet që kjo të marrë dhe të na infektoj një femër të pastër dhe të shëndetshme. Pra, sado që është mbrojtur ajo, kur ka përfunduar në duart e këtij mashkulli, është e pa diskutuar që kjo do të infektohet. Atëherë, çfarë përkujdesje mund të tregojmë? Ka plot për shembull që marrin dhe i djegin ato për shembull me azot të lëngshëm ose edhe me diçka tjetër. Kuptohet, ato janë kështu si copra mishi të ngritura, që po ti shikosh me një aparat dhe ti zmadhosh, janë tamam si një manafer. Po e pa pjekur. Ja kështu e ka formën, të ngritura dhe janë të shumta në numër. Nëse ne me vërtet do t'i azgjësojmë këto, të brendshme dhe të jashtme? Ato janë të brendshme, pra ato ikin, fluturojnë, largohen, dhe ti djeg vetëm një folezë të tyre, një pjesë e tyre fute në gjak. Dhe nëpërmjet prekjes kalojnë edhe tek femra. Femra ndoshta nuk mund të mos dije asgjë 5, 6, 7 muaj, një vit. Por ato do ta nxjerrin atë kokën e tyre në sipërfaqe. Atëherë si ta kuptoj dikush, sa nëse e lë një vit që thoni ju për të shfaqur. Nëse mashkulli, partneri i saj, ka të dukshme aty afër organit gjenital, si copra mishi të ngritura,
ky duhet të trajtohet i pari. E kuptova. Atëherë, jo vetëm ajo djegja me azot, le të themi, ose një mënyrë tjetër trajtimi, por ky duhet të tregoj shumë kujdes që të përdori bimë që janë antivirale. Dhe që në vendin ton ka plot. Për shembull, në qoftë se do të përmendim për këtë çajin e trëndafilit të shkëmbit, i cili është me të vërtet një antiviral i fuqishëm, është trëndafili i malit, Cistusin canos. Kjo ka këtë të mirë, mbyt viruse që qarkullojnë në gjak dhe rrjedhimisht na ndihmon shumë mirë edhe në uljen e agresivitetit të valve të këtij virusi në këtë organ. Plus, nëse femra e shikon që bashkëshorti i saj ka këto, ajo duhet pi nga këto për t'u mbrojtur. Është e sigurt që kjo është infektuar, po varet se sa kohë i duhet. Një njeri që është organizëm i shëndetshëm, atëre ka fuqi që ta azgjësoj këtë virus. Ndërsa një tjetër është e sigurt që ajo zhvillohet në luftë të brendshme me organizmin, por një ditë ajo do ta japi shfaqjen e saj. Se organizmi ynë është gjithmonë në luftë, për çdo virus, për çdo infekcion, për çdo sëmundje, lufton në radh parë, duhet ja lëmë trupit dhe duhet fuqizojmë në fakt trupin për të luftuar i pari ai çdo sëmundje. Organizmi është si ajo kalaja që ka sulme të vazhdueshme, po ka luftë të vazhdueshme dhe kjo kala, sa më fort pamposhtur është. Po, patjetër. Po, t'ja lëmë trupit të vetë luftoj disa sëmundje. Dhe këto produkte natyrale e ndihmojnë më së miri organizmin që ta mposhti këtë situatë. Atëre, ndihmesa për shembull nëpërmjet kontributit të mjekut, ndihmesa nëpërmjet kontributit të produkteve natyrale, unë jam i bindur që këta njerëz ky çift ja del mban. Çfarë pasojash jep një infeksion i patrajtuar? Të gjitha pasojat janë tek femra. Për shembull, nëse kjo infektohet, ajo mund të harrijë deri sa të na japi ndonjë formacion kancerogjen në mitër. Nëse nuk e kap në kohë. Po çfarë mund të bëj kjo? Po për shembull, me këtë që ne dikur i kemi thënë lulja e zjarrit, ekinacia. Me gjëmba ekinacia. Po, është e mrekullueshme pasi na rrit më së miri rezistencën e organizmit. Pra, ekinacea që gjendet edhe si lule, edhe si shurup mund të gjendet. Po, mund edhe të ekstraktohet, mund të përdoret kështu. 2-3 nga këto topthat e luleve në ditë mund të përgatiten si çaj. Ktu është në gjendje të thatë, por nëse e përfytyrojmë atë lulen e bukur, ka një lule të bukur, kështu ngjyrë. Po, me ato petale të ndezura kështu, po, edhe atë ekinacea për rritjen e imunitetit. Po. Së dyti, mundet që femrat të përdorin nga pak karafil, nga 2-3 gozhda në ditë, sikur do t'i përtypim edhe t'i mbajmë në gojë kështu, dhe po të doj pastaj ajo mund t'i nxjerrë këto. Por mundet që këtë ta përdorim edhe për një çaj për shplarje. Po. Këtë është i mrekullueshëm. E përmenda edhe që parë, boronica e kuqe, kjo cranberry është e mirë për faktin se frenon, si thuash, fluturimin, ngjitjen e këtyre viruseve në qafën e mitrës, aty në cervix uteri, dhe këtu pasaj ajo mundet që të japi ndonjë formacion kancerogjen. Mund që të përdorim këtë çajin pa e kursyer sherebelen, sidomos e kombinuar ose me këtë rigonin për shembull, me kamomilin, me kalendulën, me këtë kumakun që i them neve. Kjo. Ndoshta mund të bëhet një çaj i tillë. Për shembull, marrim 3-4 gota çaj, hedhim nga një lugë gjelle nga këto, hedhim 4-5 gozhda karafili. Bëhet ky çaj dhe përdoret edhe për t'u pirë 1-2 gota në ditë, edhe përdoret për shplarje nga poshtë. Por, krahas kësaj, ne kemi theksuar që ky propolisi është i mrekullueshëm dhe mund të përdoret ashtu siç e përmenda më parë, pak i holluar me ujë. Rezultate shumë të mira na ka dhënë edhe përdorimi i hudhrës, sepse është antiviral i fuqishëm, dhe i qepës së kuqe. Më konkretisht, uthulla e hudhrës, laget një garzë me të dhe vendoset me njëherë mbi këto papilomat. Kjo garza mund të lihet 10-15 minuta, e heqim
dhe me shumë kujdes pasaj, o do të vëm nga pak propolis me rigon dhe ta hapim ndoshta atë rrezën e përdorimit të tij, ose do të vëm mbi çdo formacion nga një pik vaj rigoni. Ky është i fort, është antiviral i fort, djeg, si thuash, shkatëron nga dita në ditë dhe ul numrin e viruseve. Është e sigurt, veç ka këtë të keqe, domethënë. Ka një djegësirë, që zgjat, fillim nuk e ndjen shumë, karvakroli që por që jep rezultate shumë pozitive, shumë të mira. Po edhe nëse konsumohet, për shembull? Patjetër, 3-4 pika në ditë. 3-4 pika? Jo, do të hidhen në gjellë, 2 pika në mëngjes, 2 pika në mbrëmje. Pra e marrim edhe këtë si produkt natyral dhe e përdorim për të ulur atë inflamacionin apo patjetër shkallën edhe të shtimit të tyre, por edhe ato që janë ekzistuese, të filloj që vetë organizmi t'i sulmoj ato. Edhe bakteret të tjera që nëse konsumohet në trup, po, patjetër, po. Mbuluar ose të mbushur me parazite dhe baktere. Tani, doktor, kur duhet të shqetësohemi? Pra, kur kemi disa shenja alarmuse që ne patjetër duhet i marrim shumë seriozisht. Pra, nëse ka ndalë me të vërtet, ato si plus ka kështu mbi vete, si copra mishi të dala, nëse ajo ka filluar të formoj në pjesën e brendshme të mukozës ndonjë shenjë të dukshme, ky person duhet vej, pra më konkretisht femra duhet vej tek mjeku që të bëjnë ekzaminimet. Për shembull, më e para mund të jetë kjo pap testi. E dyta mund të bëhet kjo për të parë që ky viruesi shikohet DNA-ja e tij, a ka rritje të shpejtë apo jo, edhe i çfarë natyre është. Pra, kemi këto HPV që nuk janë, si thuash, kërcënuese, është kjo HPV 6 dhe 11, po të jenë disa lloje të tjera, 16 dhe 18, ato janë të rrezikshme për trupin e femrës. Atëherë, ky ekzaminim që bëhet, ky pap test, tamam, atëherë, jep një informacion se me çfarë natyre kemi të bëjmë. Nëse u mor kjo përgjigje laboratorit, bëhet edhe një kolposkopi që shikohet me të vërtet aty brenda çfarë dominon. Kjo mukoza e brendshme në çfarë shkallë ka arritur që të dëmtohet, mund të matet për masa e atij informacionit, sidomos te kjo cervix uteri që është kjo qafa e mitrës, dhe shikohet pastaj, mund të merret edhe pak material nga kjo dhe të ndiqet pastaj ecuria e mteshme. Atëherë, në këto raste, kur sëmundja ka përparuar, unë do të thosha nga përvoja jonë, gjithmonë ne kemi vënë re këtë gjë. Nëse trajtohet me bimë që edhe janë antivirale, por që ndihmojnë edhe në organizmin, në frenimin e rritjes së këtyre qelizave kancerogjene, ku ne e kemi dëgjuar në emisionat të dhuratën nga Saranda që kishte atë miomën në mitër 7.5 cm dhe e luftoi fal këtyre bimëve, atëherë po këto bimë kjo duhet që t'i fusin në përdorim. Pra, çfarë mund të thotë mjeku, kjo le t'i bëj. Por se mori edhe natyrën si një mbështetëse, si fuqizuese të saj, le ta marrin në konsiderat këtë lajm që neve po i japim. Padyshim. Të dyja mjekësi duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Po. Atëherë, nëse nuk e ngacmojmë për 2, 3 deri në 4 javë, ku kemi bërë ekzaminimin e parë, por për 4 javë bëjmë një trajtim intensiv me këto bimë që ne do i përmendim, dhe nuk ka rritje, nuk ka zhvillim, atëherë kjo t'jetë e sigurt se me këtë trajtim ajo ja del mban. Do filloj që të masa ose qeliza patjetër, ne kemi patur plot raste të tilla. Atëherë, kush do të ishte trajtimi? Kjo le të marri të përdori, për shembull, pelinën e ëmbël, këtë Artemisia annua, e cila ndihmon në zvogëlimin e këtyre formacioneve në organizëm. Të përdorim këtë sherebelen, të përdorim këtë trëndafilin e shkëmbit, që unë e përmenda, të përdorim kalendulën dhe përdorim pastaj gallium verum dhe gallium aparin. Janë 2 bimë të cilat në mënyrë laboratorike janë provuar që ndikojnë në zvogëlimin e qelizave kancerogjene. E kuptova. Atëherë, kjo prova që unë përmenda afërsisht për 1 muaj është që edhe të fuqizojmë trupin, po edhe të godasim aty.
Dhe pas një muaj, nuk ka asnjë problem, se kjo mund të bëj përsëri një ekzaminim mjekësor për të parë pranimin apo çfarë si ka reaguar, se çdo organizëm është ndryshe dhe reagon ndryshe kundrejt trajtimeve, apo jo? Po, patjetër. Atëherë, bëhet ky trajtimi i rregullt pa diskutim një muaj. 3 gota çaj nga këto bimët që pihen, bëjmë një shplarje nga poshtë me këtë çajin kandimer, sepse edhe myku e stimulon shumë zhvillimin e qelizave kancerogjene. Është si një ushqyes shumë i mirë për to, sidomos ato copat e kalbura të mykut të bardhë. Ne kemi parë kërpudha, ka në lulëzim, po ka edhe që kalben. Ajo që kalbet është ushqim shumë i mirë për këto lloj smundjesh. Atëherë, pastrimi i mitrës nga poshtë me një dush vaginal, 1 ose 2 herë ditë. Si mund të jetë një dush vaginal për jo vetëm për gratë cilat ka një problem shëndetësor të tillë, por për tu mirëmbajtur, si të thuash, edhe për patur një shëndet optimal vaginal, që mund të ndodhë sa shpesh dhe si mund të jetë, me çfarë bimësh? Për shembull, dushe vaginal kanë farmaci me atë si tullumbace dhe ai tubi. Atëherë, neve mund të marrim, për shembull, një femër do ta përdori për një mirëmbajtje. Për shembull, një lugë gjelle kamomil, një lugë gjelle rigon, këto gjende në çdo shtëpi pa diskutim. Mund të hedhim edhe një dorë me sherebel. Edhe kjo është bimë barë kombëtare. Ja u përdor ky çaj. Po nëse kemi edhe kalendul dhe e shtojmë, ne do të bëjmë vetëm këtë llogari, gati një lugë gjelle me bimën në 150 ml ujë. Kjo mendoj unë është e mjaftueshme. Nuk bëjmë ndonjë mëkat ose ndonjë dëm aty brenda, absolutisht. Femra do ta shikojnë që ajo nxjerr në mënyrë të vazhdueshme pa pastërti. E kuptova. Po këto dushet vaginale që kam dëgjuar që bëhen edhe me praninë e sodës ose një sodë të rritur në ujë, mundet ta hedhim, po jo shumë, sepse ne nuk duhet të prishim pH-in aty. Aty në përgjithësi është një mjedis acid. Pra, nëse do të hedhim afërsisht një lugë kafe me sodë buke, unë e kam provuar, bëjmë një ujë me mjedis bazik, po është afër pH-it 7. Nuk është më shumë dhe më prish aciditetin atje. Që do të thotë, ky çaj që futet nga poshtë, mundet që të marrisi pak mjedisin acid. Po nuk e lë 3.5 ose 4, po e çon afër 5-s. Bukur shumë, është përsëri mjedis acid. Kështu duhet. Të tregojmë edhe sa të shpeshta duhet të jenë, ose çfarë problemesh dhe efekte sjellin dushet e shpeshta vaginale. Jo, ajo nuk duhet të përdoret shpesh. Mund t'japim ndonjë mesazh të gabuar, pra nëse jo, patjetër, ajo përdoret një dush vaginal nëse kemi një shqetësim apo siç e thash edhe një herë pas një cikli menstrual ose po, sidomos pas ciklit, ajo mund të përdori 1 herë ose 2, kaq është e mjaftueshme. Kryesisht nga jashtë mund ta përdori ndoshta edhe një herë në ditë. 5-6 ditë, sidomos kur ka shqetësime. Por nëse kjo do të ndijej, për shembull, tharje vaginale, vështirësi gjatë marrëdhënieve seksuale, ato rrjedhjet me erë të keqe e kështu, atëherë kjo shplarja duhet të bëhet çik më e shpeshtë, 1 herë ose 2 herë në ditë, mund të bëhet 7 deri në 10 ditë dhe sigurisht të shkojë tek një laborator për të parë çik se me çfarë kemi të bëjmë. E kuptova. Thjesht bën një sekrecion, një mbledh mbjellje të sekrecioneve, qartë. Kaq kishim bërë dushin vaginal, pra edhe një herë me çajin e kamomilit, me rigonin, duke shtuar edhe pak kalendul, to të treja nëse i kemi, po ose edhe sherebelën. Po. Hedhim 600-700 ml ujë, 1 gotë nga këto mund ta përdorim për shplarje gjatë ditës, 2 gota ose 3 mund t'i përdorim për tupir. Edhe për tupir edhe për dushin, siç e tham, vaginal. Tani kalojmë tek një tjetër shqetësim, se u munduam të preknim nga pak për të shqetësim vaginal. Është herpes simplex virus. Kemi parë plot njerëz të cilët ju bëhet buza kështu si plag. Me herpes të brendshme orale. Ose kap mishi i dhëmbëve ose mukoza e brendshme e gojës. Do të thotë një plag në lëkurë e cila depërton brendësitë e indit. Po ky herpes mundet që të bëhet edhe në pjesën femërore, po patjetër. Atëherë, kjo i jep një si flusk që ngrihet, është plag, jo si mish i ngritur, po është plag, i jep një si dhimbje të fortë, sepse ajo duke depërtuar në brendësitë të shtresave të lëkurës, e mpin atë pjesën,
jep mpirje, jep ethe, dhimbje të forta e kështu me radhë. Pikërisht, në këtë rast ne kemi të bëjmë me këtë herpesin. Por, nëse do të shohim tash me gjuhë shkencore, kjo ndahet në dy grupe që unë e përmenda. Kjo që është e gojës, pra... Që është dhe një rënje rezistencës së trupit? Po, pa tjetër. Këto lullëzoj në gojë, në mukozë, në te buza... Që ndodhin tek fëmijët, ndodhin dhe tek meshkujt, jo vetëm tek femrat. Pa tjetër, po. Atere, këtu kemi të bëjmë me këtë HSV1. Po? Është tipi i herpesit. Ndërsa, ajo që zhvillohet në pjesën vaginale është HSV2. Këto ndahen, për shembull, ndahen edhe nga lloji dhe nga mënyra se si zhvillohen. Por që të dyja pak a shumë japin pothuajse të njëjtat simptoma. Kështu që kjo femër që mund të ketë këtë lloj puçre, mund të shkojë të adresohet për shembull laboratorit për të bërë këtë HSV2-shin, si ekzaminim mjekësor, mund të bëjmë për shembull këtë IgG-n dhe IgM-n. Kur këto fillojnë të narriten, tregon që këtu kemi të bëjmë me një infekcion virusal. Po, ndoshta është prekur me dikë edhe është infektuar. Kur këto janë të ulta, atëherë nuk kemi të bëjmë me këtë herpesin virusal. Atëherë, nëse këto të dyja janë më shumë se 250 copa afërsisht, po të shikohen për 1 mililitër, atëherë testi del pozitiv. Nëse del më pak se kaq, atëherë testi del negativ. Po kështu, kemi të bëjmë edhe me ekzaminime të tjera. Për shembull, është kjo herpesi virusal, por bëhet kjo DNA-ja, bëhet edhe PCR-ja. Këtu shikohet me çfarë tipi kemi të bëjmë, edhe kuptohet që kjo është në lullëzim apo është në rënje. Shkalla e agresivitetit të tij. Është shumë më i lehtë për t'u trajtuar, mjafton që mbi këto puçrat ne të vendosim pak propolisin me rigon, edhe atë kremin antimikotik, ose kremin e puçrave, dhe ato zhduken maksimumi për 7 deri në 8 ditë. Nëse kemi dyshim për shembull, ndonjë shqetësim të brendshëm, përsëri ato bimët që ne i përmendëm mund të përdoren për një shplarje vaginale. Afërsisht 5-6 ditë. Po, doktor, se dhe ndoshta sa minuta dhe 4 minutat e fundit do doja të dija disa bimë të cilat lehtësojnë dhimbjet menstruale. Për shumë gra, për shumë vajza, cikli menstrual vjen me shumë dhimbje. Është një shenjë e keqe kjo? Jo, nuk kemi të bëjmë me ndonjë sëmundje në këtë rast. Këtu, ai produkti, si thuash, i organizmit të saj, është më i lartë se ç'duhet. Pra, prostaglandinat, një substancë e cila jep ngërçe në organizëm, sidomos ngërçe të muskulaturës së butë. Pse dikur gjyshet ose të vjetrit thonin që duhet të lindësh, prandaj ke këto dhimbje para ciklit? Jo, nuk ka të bëj fare me këtë. Nuk ka të bëj fare me këtë. Atëherë le t'u japim... Thjesht për t'i nxitur ndoshta. Po, patjetër. Ne kemi pasur raste të shumta, të cilat janë qetësuar plotësisht, thjesht vetëm fal përdorimit të lules së bishtamithit, përdorimit të kamomilit, ndoshta edhe ky bar i bletës, ose nenexhiku, mendra e butë, ose mendra e ujit. Pra, kjo përdoret 5-6-7 ditë, maksimumi, në muaj. Mundet të përdoret... Mirë është të përdoren përpara se të vijë cikli, kur vajzat e dinë që cikli ju vjen me shumë dhimbje, ngërçe? Shiko, për ta mos kur arritur janë fazën e vajza, dhimbjeve. po le të themi 15, 17, 19, edhe 20 vjeçe, ajo akoma nuk ka arritur themun në atë shtratin e saj që ajo ka një datë fikse. Por kjo mund ta përdori ndoshta 2-3 ditë para ciklit, edhe gjatë ciklit. Ose le ta përdori, do i themi, në momentet që kjo shfaq shenjat e para të kontraktimit të muskujve shumë delikat në pjesën e barkut. Atëre, ky çaj brenda jo më pak se 5-6 orëve e qetëson situatën plotësisht, për të mos thënë e zeron atë. Thjesht kjo pi 2 deri në 3 gota në ditë, 5 deri në 6 ditë. Nëse ka mundësi që ta gjej një ekstrakt balsamiktonin, dhe mund t'i shtojmë ndoshta edhe pak esencë nga bishtamithi, ajo përsëri mund të përdori nga ky ekstrakti 2 lugë kafe në ditë.
një në mëngjes, një në mbrëmje. Duke i shtuar pak bishtamith nga zjerja e tij, po? Po, kaq është e mjaftueshme. Dhe kjo do ta bëj këtë në mënyrë periodike. Pra, gjithmonë para cikli do përdori këtë. Filloi cikli, e shikon që kjo ka dhimbje, e vazhdon edhe 2 ditë. Pastaj e ndërpret. E rifilloi muajin tjetër. Kjo mund ta përdor 5, 6, 7, 8 muaj, 9 muaj. Ka asnjë pengesë, asnjë dëm në organizëm. Pas kësaj mund ta ndërpresim çajin për të parë që harriti që organizmi jon ta harroj atë vesë që kishte. Po që e ka përceu, ja e zgjidhi problemin plotësisht. Ka atë memorien e vetë edhe organizmi, edhe qelizja, edhe truri, dhe sa afrohet data afër menstruacioneve, dhimbjet fillojnë. Është si thuash, një njeri qetë me një njeri nervoz. Po. Dikush nga femrat e ka të qetë këtë si cikël, me pak dhimbje, pak e intje gjoksesh, disa të tjera e kanë si ata njerëzit nervoz që shpërthejnë me luhatje emocionale. Patjetër, edhe kjo ndikon aty. Por të mos harrojmë këto prostaglandinat, neutralizohen, si thua, minimizohen në sasi, duke përdorur bishtamithin, mund të përdorim nenexhikun, kamomilin, dhe ky problem është më së miri i zgjidhur. Faleminderit, ka mbaruar dhe minutazhet. Minutat e në dispozicion për këtë temë që zgjodhëm të diskutojmë sot, për natyrën drejt shëndetit tonë vaginal. Faleminderit shumë, doktor. Javë të mbar, mirëarshi të hënën e ardhshme, ndërkohë me ju takojmë nesër. Kalofshi një ditë të bukur, mirupafshim.